Lufta në lindjen e mesme do të sjellë pasoja dhe probleme edhe në turizëm. Nëse situata agravohet edhe më tej, parashikohet një sezon turistik i vështirë, priten anullime të prenotimeve në hotele dhe rritje të çmimeve. Gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, Mikel Zinxhiria, si drejtuesi një prej agjensive të udhëtimit dhe agjensive turistike në Vlorë, flet për problematikat që mund të sjellë situata e luftës. Frika do ta bëjë të vetën, po edhe konkurenca nga krau saj do ta bëjë të vetën, kështu që do jetë një sezon i vështirë nëse do të vazhdoj kështu. Preket Shqipëria në një gjë? Ndoshta Normalisht po. Dhe në çfarë drejtimi? Po klientët e Antaljas do jenë problem. Kompanitë ajrore do rinegociojnë çmimet. Hotelet në momentin që pretendohet që çmimi i naftës të lëviz 40%, do rinegociojnë nga para. Ki parasysh që është situatë madhore e pa marrë në konsiderat, edhe shumica e kontratave e kanë nga një pikë ku për situatë madhore që nuk varet nga operatori, mundet që edhe në momentin që do ketë një çmim 30-40% më të lartë, dhe problemi i madh. Se dhe ata që kanë para paguar, nëse operatori do këmbguli për pagesën e re, varet, klienti do bie dakord, s'do bie dakord, plus që do ketë diferencë madhe në çmim. Besoj e ke parë në karburantet e qytetit që është ndjerë. Dhe nëse do vazhdoj kështu, ne jemi shumë të gatshëm që t'i ngrënë çmimin, pastaj për të ulur e kemi çik problem. Një tjetër shqetësim duket se lidhet me krahun e punës, apo thondryshe me punonjësit që do të vinë në Shqipëri dhe veçanërisht në Vlorë për sezonin turistik, për shkak se janë rritur çmimet e biletave deri në 5 fish, duke shkuar tek 1.200 euro nga Dubai dhe për destinacionet veçanta edhe në 2.500 euro. Pasojat pastaj janë goxha të larta. Gjitha biletat që ishin për këta punëtorët që do vinin për sezonin veror kanë kaluar nga 250 euro në 1.000 euro, 1.200 euro, nuk arrin të gjesh vende. Ndërkohë që ishte shumë më kollaj një javë më para. Me 230 euro mund të vije nga Dubai me gjithë bagazhe me tranzit Stambollin. Tani s'mundesh. Për momentin, linja të rregullta ajrore nuk ka, por vetëm fluturime riadësimi. Në më të shumtën e ditëve nuk ka fluturime të konfirmuara, sepse ata të lejojnë të futesh në sistemin e rezervimit, po ndërkohë fluturime nuk është se po kryen. Janë kryer vetëm disa fluturime, po themi riadësimi, jo pilotët që mund të kishin ngel andej, jo këto charterat për të përdorur njerëzit që kanë qenë për të jetuar aty, se duke e shfrytëzuar si vend me free tax, ka shumë njerëz që janë tuaj që jetojnë atje dhe po përpiqen të largohen në mënyra të ndryshme, po linja të rregullta që fluturojnë Dubai, Doha, Riyadh është e vështirë. Riyadhi është pak më i lirshëm, domethënë, po Riyadhi nuk ka aq shumë lidhje me Shqipërinë, sesa ka Doha dhe Emiratet, si Dubai, si Abu Dhabi. Linjat ajrore me Turqinë janë ato që qëndrojnë edhe më pranë Shqipërisë. Turqia ka qenë linja me më shumë mundësi, sepse për në Shqipëri nga Stambolli fluturojnë 3. Fluturon Turkish, fluturon Pegasus, fluturon dhe Axheti. Dhe kombinimet e biletave dalin më të lira nga Stambolli në realitet. Po për momentin, e njëjta bilet që kishte kushtuar 480 euro, një bilet nga Doha në datën 13 dilte për 2.400 euro. Ishte 5 fish më shumë. Edhe jo e sigurt që do fluturohet. Një bilet Doha që është e kontrolluar, domethënë që kishin bërë për në datën 26 që nuk ka fluturuar klienti dhe ja kanë shtyr për në datën 8, kishte kushtuar 486 euro. Një re për në datën 13 ishte 2.430 euro. Llogarit ça diferencë. Sikur të mos mjaftonin problemet e tjera, do të duhej edhe lufta në lindjen e mesme për të parashikuar një vit të vështirë për turizmin gjatë 2026-s, që pritet të sjellë edhe ditët më të zeza të turizmit në të paktën 10 vitet e fundit.